Kuvendi ka bërë 11 rekomandime Bankës së Shqipërisë për të plotësuar gjatë vitit 2026. Kryetaria e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, Milva Ekonomi, prezantoi projekt rezolutën ku fokusin kryesor e zë parafrimi me akvizin europian. Të ndërmarrë nismat e nevojshme për parafrimin e mëtejshëm të ligjit organik të Bankës së Shqipërisë me kërkesat e progres raportit dhe të akis Bashkimit Evropian, të përshpejtojmë mbylljen e procesit të parafrimit të kuadrit ligjor dhe regulator bankar me AKIN, përmes përgatitjes së ligjit të ri për institucionet e kreditit, rishikimin e ligjit për sigurimin e depozitave dhe akteve nënligjore përkatëse, të vijojë forcimin e kuadrit analitik të politikës monetare, të zbatojë një qasje të kujdesshme ndaj ecurisë së kursit të këmbimit, duke respektuar regjimin fleksibël të kursit të këmbimit në vend, të forcojë më tej mbikëqyrjen prudenciale ndaj bankave me përqendrim të lartë të ekspozimeve ndaj uhamarzve të mëdhenj, të sigurojë një tranzicion të qëndrueshëm të sektorit bankar drejt zbatimit të standardit IFRS 9, duke garantuar deri në hyrjen në fuqi të tij në fillim të vitit 2027, përshpejtoi rishikimin e ligjit për shërbimin e pagesave dhe akteve nënligjore përkatëse, paralelisht të sigurojë përfundimin brenda vitit 2026 të sistemit TIPS-Klon dhe zhvillimin e mëtejshëm të infrastrukturës së pagesave në funksion të zgjerimit të aksesit në pagesa në kohë reale për individ dhe biznese, të përfundojë të zbatojë në mënyrë të plotë kuadrin për qëndrueshmërinë operacionale, digjitale dhe rrezikun kibernetik, duke përfshirë miratimin rregullore së re të parafruar DORA, testimet periodike të sigurisë për bankat sistemike dhe forcimin e protokolleve të largimit ndërinstitucional ndaj incidenteve kibernetike. Të avancojë më tej kuadrin rregullator për financimin e qëndrueshëm dhe integrimin e rrezikeve klimatike në sektorin bankar përmes përfundimit të taksonomisë së gjelbër dhe artimit të strategjisë përkatëse, si dhe të sigurojë zbatimin gradual të këtij kuadri në praktikën mbikëqyrëse. Të avancojë zbatimin praktik të open banking në sektorin bankar, të ushtrojë një mbikëqyrje të shtuar dhe të vazhdueshme në fazën fillestare të ushtrimit veprimtarisë së bankave të reja të licencuara, veçanërisht për ato me model të plot digital, duke siguruar që funksionimi i tyre të jetë në përputhje të plotë me kërkesat rregullatore. Ekonomi ra dakord me deputetët e opozitës për të ruajtur kursin e këmbimit, ndërsa theksoi se ka një problem strukturor me tregtinë e jashtme. Do bashkohesha me zotin Bozo dhe me zotin Cara kur thonë që ne kemi nevojë për të bërë diskutime më të gjëra dhe më të shpeshta me Bankën e Shqipërisë për të parë se si po shkon situata ekonomike në vend dhe çfarë masash po merren për të ruajtur në këtë rast kursin e këmbimit, mbrojtur rezervën valutore apo rritur konkurrentshmërinë në vend. Problemi që ne kemi këtu është një problem strukturor i tregtisë jashtme dhe problemi strukturor i tregtisë jashtme ka nevojë për një diskutim, për një lloj debati. I bashkohem nevojës për të bërë një diskutim midis hartuesve të politikës fiskale dhe hartuesve të politikës monetare dhe komisionit tonë që të marrim edhe ne të kemi një ndritshim për situatën. Ndërkaq në komision u diskutua edhe projekt rezoluta për autoritetin e mbikëqyrjes financiare ku u dhanë rekomandimet përkatëse.